Protestuesit kërkojnë që agentët e migracionit të largohen nga Minneapolis pasi një burr u qellua dhe u vra gjatë një sulmi. Demokratët kërkuan që oficerët federal të migracionit të largohen nga Minnesota pasi një agent i patrullës kufitare amerikane qelloi për vdekje një burr në Minneapolis, duke tërhequr qindra protestues në rrugët e ftohta dhe duke rritur tensionet në një qytet që tashmë është rënditur nga një tjetër vrasje me armë zjarri një javë më parë. Antarët e familjes identifikuan burrin që u vras si Alex, priti një infermier 37 vjeçar i njësisë kujdesit intensiv, i cili protestoi kundër sulmit të migracionit nga presidenti Trump në qytetin e tij. Pas të shtënave, një turm e zëmëruar u mblodh dhe protestuesit u përleshën në oficerët federal, të cilët përdorën shkopi. Garda kombëtare e Minnesotës po ndihmon policinë lokale sipas udhëzimeve të guvernatorit Tim Walz. Tanë zyrtare, trupat e gardës u dërguan në vend të shtënave, ashtu dhe në ndërtesë federale ku oficerët janë përballur me demonstruesit çdo ditë. Informacione rreth asaj që çojnë në të shtëna ishte kufizuar ta shefi i policisë Brian O'Hara, zëdhënësi i Departamentit të Sigurisë Kombëtare Trisha McLaughlin tha në një deklaratë se oficerët federal po kryejnë një operacion dhe pushuan nga puna mbrojtësi.